Saranda. Mirë se erdhe dashur. Pas kam po që shumë ku. Kurbeti për bënd vetë. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Hajde të ratohemi, u nuk jo vendi për ty. Shumë faleminderit. Se Kurbeti po e bënd vetën, a? Po kjo i bie që ti s'po plake sheqa, thave. Faleminderit shumë. Je po që bukur edhe me atë freskin që s'kam taku prej vitesh, me shumë thonë vetën. faleminderit. Si je, sa shpesh të vjen, si janë gjithë, në trego? Po vi, zakonisht 3 herë në vit vi. Tash u bo pak ma e letë se edhe po mujnë me arë familja. E vërtet. Kjo është e mire e gjithë kësaj. Kush po vjen më shpesh tash që nga liberalizimi? Po tash kom i marë print me vete. Njerë erdha këtu, mandej i marë me veti pak leta kalojnë edhe të unë. Janë printit ata që të mungojnë më shumë ti? Po. Ata janë të parët, dhe besoj për se cilin prej nesh. Po nga vendi, qka po të mungon? Ose nga në ndonjë periudhe caktuar e Sarandës që do kishte dash me kalu në Kosovë dhe me këthy në kujtes? Kujtohen shumë, se nëse këtu jam lind dhe jam rritë dhe qysh e vogël, kom fillu me muzikën. Babi ka qenë këngëtar, njërin ndër këngëtarët e parë të ansamblit Kastriotët, mandej edhe unë u kyqa aty. Edhe më mungon, sidomos rinia ime, sepse qysh e vogël u bona emër i madh për qytetin tim, në fillim. Edhe përpara nuk ka pas rrjete sociale, po ka qenë knasi kur për shembull unë ka qere jom kon, jom radhit me shumë këngëtar artistat të mëdhej që i kemi edhe sot. Edhe si, Ti ke qenë edhe goxhari në mosh, pra edhe në atë kohë një mend që të njihesh veç nga komuniteti ku jeton, pra prej qytetit e bashkëmoshatarëve, ka qenë një përvojë dhe një ndjenjë shumë e bukur. Ti si e re, a ke mendon që ke ditë me menaxhu si duhet, ke pas ato mendimet, ose ndoshta një sjellje ndryshe që e ke marrë prej bashkëmoshatarëve, duke thonë në Saranda po këndon, dhe Sarandën po e njohin gjithë, çka kujton prej kësaj? Unë kujtoj që jam kanë shumë e dashur për gjeneratën time dhe më kam përkra jashtëzakonisht shumë. Nuk e di shumë. Qysh e re për shembull edhe me Labin, kemi majtë mramje për parën. I thoshin një farë emri tjetër, po nuk dija, duhet ta them se është... Po kuptohemi, ata të gjeneratave që e din, ata e din. Po për para që kanë bëhat mbrëmjet rinore, edhe organizojshën dhe na jena konë aty për herë. Nuk konë knasi shumë e madhe. Dhe sigurisht që me qenë se e përmendë edhe ti dhe shikuesit e pikrisht kjo gjeneratë që po flasim që mund t'ju ketë dëgju edhe live duke këndu, e kuptojnë që bëhet fjallë për Labin, një këngëtar tjetër po ashtu i dashur, Labinon Tahiri, për gjithë publikun. Pra ju jeni një familje artistësh që keni trashëgu gjithë talentin prej babit. Dhe ka qenë ai ndoshta që ju ka bërë edhe testime juve, kujton që keni pas në njëherë bisedat të tilla që ti po këndon më mirë se ky, ose ti bëj kështu, ti përmirësoju këtu? Në fillim për babin, unë kam qenë më e mira, por... Si vajza e madhe, po, gjithherë, babat bajnë mas vajzav ma shumë, po... Ndoshta dhe jëmë kanë ma e dëgjushme. Edhe e di se njëherë ka pas babi një festival në Zambakun e Prizrenit, ushtrojke një këngë që kishte me marrë pjesë, edhe i organizojshin edhe ushtrimet para se me marrë pjesë në koncert, edhe në veti mu tha, po vjen me mu. E pak që e kam shumë dëshirë në madhe, se gjdo këngë që aje e këndojke në përshpi, unë e mësojsha me njerë. Edhe thash po. I ka me babin atje dhe kur e bënë një pauzë, babi më tha aton me këndu një këngë, edhe unë thash po, s'kom pas hetë shtur për këtë pjesë, edhe të shpia normal kur vishim mësafira diçka, babi më thëke, ajde, Saranda këndoj një këngë, u qojsha, u prezentojsha, thu se jom para së shumë njerëzve. Po, në një sketë madhe. Edhe aty fillun orkestra, o zhunë në kom, thanë Lami, se babin e kanë tjera ansambli Lami, pseudonimin. Lami, ku jeti, që se ki pru ma herët, mas ati festivali që e kryti babi, tani unë u antarsova, kom qenë 12 vjeqare. Patër me marë pjesë në Sarand festivalin,
e Sarandës, po komplet ansambli ju si individ. Edhe për 5 ditë ma kanë nxjerrë pasaportën. Kryetari i Kastriotëve dhe gjithë këshilli i kulturës. Duket që babai, si secili prind, në fakt gjithë prindrit që mundohen edhe në kushtet më të vështira, ti plotësojnë gjitha ëndrat e fëmijëve. Ka qenë e vështirë për familjen e juaj, pra që të rriteni si duhet, edhe që të sigurohen, duke ditur edhe kohën për cilën po flasim. Mandej ju të dy, labi fëmiu i madh, ti vajza më e madhe, pra më njëre dyta, një përgjithësi tjetër për familjen. Si kanë qenë rrethonat? Blerona, deri në moshën 10 vjeçare, mu i me thanë që u konë okej, sa ishte babin punë, mandej e kanë largu babin për punës së shumë babalar të tjerë, që nuk kanë dasht me punu për regjimin asaj kohe, dhe normalisht si krejt edhe ne nuk është që kemi pas shumë, por edhe nuk kemi kanë asi fëmi që do e mos do më mi plotësu dëshirat. Për këtë arsye mendoj që nuk është kanë shumë problem. Ndërsa, di që një kohë, Labi ishte ai që, edhe pse krejt i ri në moshë, doli jashtë vendit që të tentoj të ndihmoj familjen përmes punës jashtë. E keni përjetu vështirë, ti ke qenë shumë e lidhur me të, nuk dëgjohet shpesh, sa të ka mungu në atë periudhë? Normal që më ka mungu tepër shumë, edhe nuk u kanë e leci... Kur ju tregoj ai që po dilte, ose që... Po ka vendosë me shumë trik kështu që nuk e shinin që duhet, s'ka rrugë tjetër, duhet vetëm me dal jashtë, edhe i tha babit edhe vendosi me 2 shokë mdokët, unë i saj edhe nuk ka qenë e litë. Jemi edhe sot familje shumë e lidhur me sveti. Edhe kur Labi dul, okej, filloj pak me punu, se shkoj të tezja aty, ai agja, do me thamë buri tezës, kishte një firmë të vetën, edhe u punësu e krejt në regull, po mali. Plus kur e dinë se për çka ka shku, që ajo du dhe më shumë. Pas sa kohë u këthyje? E tash, vazhdon kjo pjesa tjetër që unë, moshën 16 vjeqare, duke i bo 17, jom feju. Pak e re në mosh, po ashtu ke kysmet. Edhe mandej krisi lufta në Kosovë. Dullëm në Stankovac aty, në Blacë normal. Baj mend se kjo histori edhe më prejk pak. Dullëm edhe nuk e dinim a do kthejmi ma, a qka do të bëhet me vendin tonë. Edhe unë, babi, nana, Miloti dhe Ena, ata ishim atë vogël. 2 ditë kemi ndejt aty dhe ma i mend që unë si ma e madhja u mundoja t'i mbroja këta mës t'i kop shiu, a diqka një batanie e morëm që na i dhonshim prej ndima për shemull ata të Macedonis. Me kujtoj që të natën kom nejt, shpina jem u bo me shi, gjithë natën. Edhe mandej kemi shku të shoku i babit në Tetova, Gjineha që du të përshëndes shumë dhe nuk e harojmë kurse si s'harojmë këto të mira. Aje dhe ishte duke na prit, ishte thanë në gruas vetë, si të vjen familja, Tahiri, edhe nëse Islami nuk është, se shoki ngusht, po dikush që vjen me mbi emrin Tahiri, hape derën edhe shtin i mbrana. Shkova me babin atje, me njerë na futën brenda dhe shumë mirë, ata nuk dojshin edhe që na të largomi dhe sa të bëhat mirë në Kosovë. Po babi tha, ne atë lutem, unë duhet me shku në Stankovec, sa ati u bëshin tani që na dërgonin jashtë shtetit. Edhe i tha, të lutem ne atë, po unë duhet ta marrë këtë vendim, se kam vajtën e fejume dhe du t'i nej në besmikut. Edhe, okej, u pajtu diqysh, dulem në Francë. Normal, na patar dhe për me shku në Kanadë, aty lista, se qështa bëjshin ata listën, po babi tha, jo, nëse bëhet për Francë, ose Gjermani, Zvicër, këtu, ku mundet të dhëndri me ardhë dhe me marrë vajzën. Pra gjithë kjo përpjekje ishte që me qu fjallën në vend, për martesën e tani ikum në Francë, mas 3 javë, vendosa më martu edhe pse nuk u kam plani kështu, po nuk u di se qa po bëhet, apo këthemi, apo bëhet mirë. Edhe u martova, mas 4 vite kryova familje, kam 2 djemë, Jonin edhe Ledionin, kështu është.
tani vazhdimi. Nanë shumë e re në moshë që besoj edhe ti edhe fëmiu i parë, disi e keni Jo, mësu... jam e dyta, Labi është i pari. Edhe fëmiu ju t'i parë. Po. Duke qenë se je bunon në moshë shumë të re, e kom përshtypjen që, po them, jeni pjek me njëri tjetrin, pra ti ke mësu vazhdimisht prej fëmiu të parë, shumë qka dhe për vetën tënde. A ishte e vështirë me menaxhu edhe me vazhdu qëndrimin pa u kthy në Kosovë? Normal, fillimet janë kanë shumë të vështira, po masi që erdhë njët fëmiu i parë, ishte pak ma ndryshe. E kisha atë ngrotësin. Sigurisht që më kanë mungu gjithherë familja, po është pak ma ndryshe se kur je vetëm. Sa vjeç janë ata sot? Joni 22 vjeçar, 22. e Ledioni i bën 17. Në më thonë, me ato se si duke shti, s'ta më rëmendja kuj që ti ke djali 22 vjeç. Faleminderit, shumë faleminderit. Si janë me muzikën ose me talentet? I kanë gjo dajës edhe mamit? Dëgjojnë muzikë, Joni sidomos, edhe Shqip dëgjojnë, këta normal për trit ma shumë rap dëgjojnë, po Joni ka fillu edhe po organizon për trit atje. Asa mirë. E ka bo kështu një mix edhe Shqip edhe Gjermanisht për gjithë rinin. Ka fillu, do me thonë pak, ka diçka që e lidh me neve, me familjen po flasë për anën muzikore, kurse Ledioni... Akoma është të eksploru vetën, ndoshta? Ledioni është vitin e kaluam u zgjedh për model, po, edhe fotot e para kur i ka bon, menaxheri na tha neve, për mos mja rrit ati mendjen, tha, i ka 16 vjetë, po të ishte 18, son të ishte njës për një këtu në Itali në fashion show, në një Milano Fashion Week e këto. Për Dolce Gabbana, për mbynën e Dolce Gabbanës. Besoj të ta pres Dolce Gabbana pas 2 vite, sa të bëhet atë Inshallah. Kujt i kanë gja, pra ka marrë sigurisht gjithë bukurin prej teje. E kam edhe bashkëshortin e mirë, po, dhe gëzimin, po... I thonë Ledionit që më gjanë ma shumë mush, kurse Joni gëzimit, po. Ja ka nisë, ndoshta gjithë mos djali më i madhë, me qenë se 22 vjeç, është i hapuraj, pra si e keni ndërtu këtë raportin, është i hapuraj që të flasë me ty edhe të regojnë, ndoshta edhe për simpatit e ti, për vajzat që shoqërohet. E kemi një raport shumë të mirë, ma ndej tash nuk po du me thonë, por shumë na mendojnë që jemi edhe vlaj motër. Apo? Okej, nuk e dyshoj. Nuk e dyshoj, me thënë drejtën. Duke po aty, nuk e dyshoj. Çfarë këshilla i jep ati në raport me jetën, me të ardhmen, me partnerën që duhet me zgjedh? Si nana djalit? Po, sinqerisht, unë i them djalit çdo herë që mos me bo gabimen lidhje edhe me respektu shumë, me i ba dhe punë të bashkë, pse jo, se atje edhe femra edhe mashkulli duhet punojnë. Jam pak edhe tradicionale, për shembull, po nuk është që ato kona kanë shku. A të kështë preferu me jetu me nusën, apo ndaras vihra me nusën? Jo. Kam qef ata me pas privatësinë vetë, dhe siguron që kam pas qef me jetu. Do me thonë si cila femër ka nevoj për pak privatësi. Po jemi afër, se kemi shtëpinë tonë dhe ai shkon në katin e dytë, është për 2 familje shtëpia. Kështu që nuk e kam edhe larg. Nuk e ke edhe larg, pra nusja mos me ushtriru shumë se po bëj shaka se ky debati edhe mu më pengon shpeshherë në mënyrën qyshi i trajtojnë. I trajtojnë edhe qyshi bujnë vjehra gjithmonë ato personazhet negative. Po, kur po flasë për familjen e juaj, nuk mundem pa përmen edhe Anduenën në fakt, sepse flasim për Labin, Anduenën dhe ty, kujtojmë një këngë që e keni pas ju të 3 bashkë. Po, Sofra e Gurbeqarit, një këngë kjo që prek gjithë se cili, në ku ka familje shqiptare që nuk e ka dikë jashtë vendit, hala më mirë ju e ndjeni vetë mallin. Kjo këngë... Qysh ka lind kjo këngë? Kjo këngë ka lind, kështu është i shkruar komplet për ne të 3. Por, i prek edhe shumë Gurbeqar, si që të edhe ti, i prek ajo këngë se gjdo Gurbeqar e ndjenat mungesën, që është nda dikush me vlajen, me motrën, dikush me motrën, që shti kanë
Edhe është një këngë shumë e mirë, është prit shumë mirë, por është në fakt e shkruar për ne. E shkruar për juve. A ka ndonjë varg aty ose ndonjë pjesë që ty të prek mas shumë ti, cila është një fjali? A do me këndu? Nëse mundesh dhe ma kështë po qefin shumë. Asa shumë kam mal, kam lo të mërzis, të fala nga gurbeti, toke shqiptaris. Saran, sa zonin e mirë më e ke, shumë të bukur e ke. Faleminderit shumë. E keni bo ndonjëherë këtë diskutimin mes ju të treve? Kush këndon më së miri në familjen Tahiri? Se cili ka folë për tjetrin, se jo ti ke ngjyrën pak më të veçantë, ose asi, po, Labi është më i miri. Apo? Labi edhe ka këndu pa ndërprerje dhe... Një karriera ti e tregon në fakt të këndimit, Labi, jo veç me neve, po... Cila për këngë mu ti të bërë pëlqen realiste mas është shumëti? njërin ndër ma të mirë. E vërtet, jo, këtë vend nuk ja heqë askush, e dëshmon karriera ati ndër vite. Cila këngë ti të pëlqen më shumëti? Si gjethët në pranverë. Okej, Po, më pëlqen mua dhe e këndoj shpesh. Apo? është një balad që mu më pëlqen tepër. A ma këndon pak? Po. Hajde. Si gjethët në pranverë, që nuk dojnë me ra, ashtu zemra ime, prej teje s'don me unda, më i ke në rësirë, një fjallë pa më thanë, më kelan të vetëm, si fëmi panan. E bukur, falenderit shumë. Falenderit. Je në plane, je në përgatitje këto vizitat në Kosova, po i shfrytëzon që me shku pak të rinë një studio muzikore, diku edhe gjithë këtë vokalin tënë me e shkri në një këngë? E kam në plan një këngë, po jo tani, se kam marrë veç për Bajram, më të thonë drejtën 5 dit i kam krejt kështu, do me thonë djelen veç kam e Ja me lumë të që këto 5 dit, ne ta vadëm një dit. Po, shumë falenderit edhe mu më vjen mirë, falenderit për ftesën. Pra, njëherë jo, kur të vish në base verës ose në periudat të tjera. Do tjetë ritmike, si e me ndonë? Zakonisht mu më flejnë ma shumë balada dhe i kam për zemër, por këshyri diçka dhe ritmike pse jo. Jam në mendime, kam edhe kështu kërkesa për bashkëpunime, po të shofim. Me bashkëpunimet si e me ndonë? Të pëlqejnë shumë, apo... Deri tani unë kam pas bashkëpunime vetë me Labin dhe si e re me Veli Sahitin, këngëtarin e Ferizajt. Kemi pas një këngë për Kosovën, balat për mikun që quhet kënga dhe asnjëherë me dikon tjetër. Kështu që nuk e di, jam në mendime. Ta mendosh më mirë, me qenë se, me thënë drejtëm, pas bashkëpunime me Labin, vështirë që... Po dhe... Vështirë me gjithë dikë që përshtatet në këngën, se kjo është rëndësishme të artistët. Saran, du kënaqa shumë që takuva, po më vjen shumë mirë që je mirë. Shumë falenderit edhe gjithashtu. Vitet mbrapshti pas ke përkthy, po më duket. Falenderit, Verona, dhe ty po duke shumë mirë. Komplimente. Me ju lëmë marketingun, unë po përshëndes dhe po përcjell Sarandën, ju pres në pjesë të dytë më pas.